Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikuese, ndoqëm kështu protestën organizuar nga Partia Demokratike përpara godinës kryeministrisë. Është foltorja e opozitës ku fjalën përmbyllëse pati dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke njoftuar kështu dhe përmbylljen e kësaj proteste për të vijuar më pas edhe të hënat e tjera me foltoret e radhës përpara kryeministrisë. Ishte Luciano Boçi ai që mori fjalën e tij duke qenë kritik, pati dhe protestues dhe simpatizant të Partisë Demokratike të opozitës që u bashkuan kësaj proteste, ndërkohë që Osman Stafa, gazetari ynë, ka ndjekur nga afër këto zhvillime dhe do të na raportojë për gjithçka që u pa apo nuk u pa gjatë orëve që organizua kjo protestë përpara kryeministrisë. Osman, të përshëndes, fjala për ty nëse mund ta bësh një përmbledhje për gjithçka që u pa apo nuk u pa në këtë protestë organizuar nga Partia Demokratike ditën e sotme. Osman, të përshëndes, më dëgjon tani? Të lutem, do të kërkoja nga ty një përmbledhje për gjithçka që u pa apo nuk u pa ditën e sotme në këtë protestë organizuar nga Partia Demokratike përpara kryeministrisë. Atëherë, përshëndetje përsëri, ishte një foltore radhës kjo e Partisë Demokratike, e gjashta që nga momenti që ka nisur kjo lloj forme e organizimit pra që ka bërë Partia Demokratike, përveç se patjetër folës të cilët vlerësuan Media News 24 për vërtetësinë e lajmeve, për transmetimet e të tjerë, ishte momenti kur zoti Berisha pati fjalën e tij përpara protestuesve. Ajo u ndal gjërësisht tek çështja e temi arrestimi që i ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Maduros në Venezuelë, e për këtë arsye ai deklaroi se kryeministri Edi Rama do të ketë po ashtu të njëjtin fat. Kartelet e drogës, ka thënë Berisha, se nuk kanë pasur ndonjëherë kaq shumë pushtet sa që kanë aktualisht në Shqipëri, duke nënkuptuar këtu lidhje që sipas tij ka shteti shqiptar, qeveria e kryesuar nga Edi Rama me kartelet e drogës. Ushtria amerikane, theksoi ai, arrestoi Maduron, dhënuesit më të mëdhenj të sovranitetit janë diktatorët, e mëtej tha se një nga dhunuesit e sovranitetit në Shqipëri është Edi Rama, e përpasoj nuk meriton asnjë ditë të qëndrojë në krye të vendit. Trumpi përsëriti, tha Berisha, se Maduro do të jetë i pari, të tjerë do të vinë, ndërkohë që theksoi se nuk pritet që forca Delta, pra që morën Maduro nga vendi ku ai po qëndronte për ta çuar në Shtetet e Bashkuara pra në Amerikë, të vinë për të marrë kryeministrin Edi Rama. Ai u drejtua protestuesve se do të jeni ju forca Delta, të cilat do të çojnë përpara drejtësisë kryeministrin Edi Rama, sikundër deklaroi do të ketë njëjtin fat edhe Belinda Balluku. Kërkoi qëndrueshmëri nga protestuesit, teksa pritet që në vijim të ketë po ashtu foltore, pra çdo javë, çdo e hënë do të jetë një ditë foltore e Partisë Demokratike, por pritet që në vijim të ketë edhe një protestë tjetër kombëtare e thirrur nga forca më e madhe opozitare. Ndërkohë që pritet që me largimin e protestuesve nga sheshi përpara kryeministrisë të vinë aktivistët e partisë ose lëvizjes Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt, të cilët përgjatë gjithë kësaj kohe kanë qëndruar të distancuar në një tjetër cep të sheshit pra përpara kryeministrisë, për të pritur largimin e protestuesve opozitar të Partisë Demokratike dhe më pas për të ardhur ata, ndërkohë që kujtojmë Daljanat se ka pasur mjaft përplasje që prej ditës djeshme mes aktivistëve të Shqipëria Bëhet me policinë e shtetit, të cilët pra kanë kërkuar largimin e tyre nga vendi pra ku ata qëndronin për 28 ditësh, me arsyetimin se janë duke bllokuar lëvizjen dhe duke bllokuar trotuarin. Një arsye kjo në fakt e cila do të theksuar se nuk qëndron si argument, por që vetë aktivistët e Shqipëria Bëhet deklarojnë se urdhëruesi i kësaj lëvizje që ka bërë policia e shtetit ka qenë vetë kryeministri Edi Rama, dhe kanë publikuar edhe pamje filmike ku shihet fare qartë një komunikim që ka bërë në fakt ditën e sotme kryeministri Edi Rama me punonjës të policisë teksa ishte duke dalë nga kryeministria, dhe pas atij momenti punonjësit e policisë janë drejtuar, janë sulur aktivistëve të Shqipëria Bëhet për të marrë atyre karriget e të tjerë. Ndërkohë presim tani sepse po shikojmë lëvizje, në fakt janë të grumbulluar aktivistët e Shqipëria
bëhet në këtë cep që u shikoni të pra rreth 50 metra larg kryeministrisë dhe pritet që me largimin e plot të protestuesve nga sheshi të afrohen ata dhe do të shikojmë se si do të jetë reagimi i tyre në këtë moment, ndërkohë që punojësit e policisë janë duke u larguar nga perimetri që mbajtën përgjatë gjithë foltores që organizoi Partia Demokratike ditën e sotme. Pra dhe punojësit e policisë janë duke u larguar nga qëndrimi që ata pra ishin, ndërkohë këtu do të qëndrojnë barrierat dhe do të shikojmë se çfarë do të ndodhë me mbështetësit e Shqipëria bëhet, duke qenë se pozicioni ku ata kanë qëndruar ka qenë në këtë vend, do t'i kalojnë apo jo, apo do të bllokojnë rrugën, kjo mbetet për të parë në vijim. Por për ta përmbyllur këtë lidhje, kjo do të jetë pra ajo se çfarë pam foltorja e radhës e cila përfundoi, e radhës do të jetë javën e ardhshme, ndërkohë që nga ana tjetër protestuesit e lëvizjes Shqipëria bëhet kanë deklaruar se edhe pas përplasjeve që kanë pasur me policinë e shtetit do të vijojnë të qëndrojnë këtu në protest, edhe pse ju janë marrë çadrat, ju janë marrë ngroset që ata përdornin për të mundur në një lloj kuptimi temperaturat e ftohta të natës teksa qëndronin përpara kryeministrisë për të protestuar kundër kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E qartë, Osman, falenderoj për të gjitha këto informacione që na përcolle nga terreni, të përshëndes.